gamët të ndryshme, sepse në fakt këtë nga ka dëshmuar vetë përvoja e të qenë rrit në Angel apo djallë, veç kam hallin kur do t'a ullë arbrin do njëherë këtu, e ti tregojmë qefin kështu si duhet me disa pyetje tona. Jo me kursy si pjesë e shtëpisë. Okej, tani në fakt edhe eftuar ajo në Angel apo djallë është pjesë e shtëpisë, po themi, sepse vjen nga njëta shtëpi, është edhe në kolegjin e AB, por sot vjen për të dëgjuar këto pyetje tona që është shumë i komentoni. Në Angel apo djallë vjen Edlira Qefalia Zeka. Po ku troket njeri unë shpit vetë? Mendova e keni për në me. Si të kam vlerën? Elegante që të unë, shumë bukur. Mirë se erdhe. Mirë se Si të kam? Mirë? Rehat? Hajde, kjo është vendi për ty. Si po shkojnë java? Në ditën e dytë të javës, si janë studentat? Ja, i lash për gjysëm erdha të ti. Inshallah s'më dëgjon rektori se bo. Se bojmë përjashtive pak, për një qëllim të mirë kur jemi, jo? Absolutisht. Ata pra krijon ti raporte shumë të ngushta me ta, apo mban këtë rolin, unë jam profesoresha strikte dhe ju jeni studentët? Unë jam them që ditën e parë në fakt, që kur ju në sallë që prezentoj lëndën e gjitha, ju them që dëshira ime është që ne të kemi një raport hapur. Sepse mendoj që komunikimi është kyç i çdo gjëje. Në momentin që ne kemi komunikim